Deklarimi fajtor të pandehurit Endrit Dokle. Dënimi përfundimtar të pandehurit Endrit Dokle. Ish-anëtari i bandës së Durrësit Endrit Dokle duhet të qëndrojë në burg për jetë. Është ky vendim i gjykatës kushtetuese, e cila me shumicë votash ka rrëzuar kërkesën e Dokles për shfuqizim të vendimit të gjykatës së krimeve të rënda dhe asaj të gjykatës së lartë. Sipas gjykatës kushtetuese, Dokles nuk janë cënuar të drejtat në procesin e gjykimit ndaj tij dhe argumentet e paraqitura nuk përbëjnë shkak për shfuqizim dënimesh. Më 2 shkurt të vitit 2017, kushtetuesja mori në shqyrtim kërkesën e Endrit Dokles, ku mbi bazë dokumentash u vendos që kërkesa e tij të rrëzohet. Vendimi ende nuk është bërë publik nga administrata e gjykatës kushtetuese, ndërsa burime për Report TV konfirmuan se është rrëzuar kërkesa e Endrit Dokles dhe brenda muajit mars vendimi do të jetë i publikuar edhe në faqen zyrtare të gjykatës. Endrit Dokle u hetua dhe dënuar për një sër krimesh, mes tyre edhe tentativën për eliminimin e Lulzim Berishës, ish kreu të bandës ku edhe vetë Dokle ishte antar. Prej datës 2 nëntor 2005, Dokle ndodhet në qeli, ndërsa në vitin 2014 gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e tij për riçelje gjykimi, duke lënë përfundimisht në fuqi dënimin me burg për jetë.